Në prag të çeljes së sezonit turistik, Vlora përballet me një problem të dukshëm dhe shqetësues, mungesën e vizimeve në rrugë, si në brendësi të qytetit, ashtu edhe në zonën bregdetare. Ky është një element bazë i sigurisë rrugore dhe një tregues i standardit të një qyteti i cili pret mira vizitor, por aktualisht duket se është lënë bazë dore. Pas denoncimit të bërë vetëm pak ditë më parë nga televizioni 6+1 Vlora, pati një reagim të pjesshëm nga ndërmarrja e shërbimeve publike. Megjithatë, ndërhyrja e tyre u kufizua vetëm në lyerjen me bojë të verdhë të disa stacioneve të autobusëve, një proces që më shumë ngjan si një veprim formal sesa një zgjidhje reale. Ndërkohë, vizimet e rrugëve, të cilat janë jetike për orientimin dhe sigurinë e drejtuesve të mjeteve dhe këmbësorëve, mbeten të paprekura. Edhe në ato pak zona ku pretendohet se po punohet, cilësia e ndërhyrjes lë shumë për të dëshiruar. Boja e përdorur është dobët dhe vizimet fshihen brenda një kohe shumë të shkurtër. Kjo tregon jo vetëm mungesë profesionalizmi, por edhe shpërdorim të burimeve, pasi punët bëhen pa standarde dhe pa qëndrueshmëri. Ndërkohë që sezoni turistik është në prag dhe Vlora duhet të paraqitet si një qytet i sigurt, i organizuar dhe model për vizitorët, realiteti në teren është krejt ndryshe. Mungesa vijave të bardha në rrugë krijon kaos dhe rrezik, duke dëmtuar imazhin e qytetit dhe duke rritur pasigurinë. Problemet nuk ndalen vetëm këtu. Ndërmarrja e shërbimeve publike duket se nuk funksionon në asnjë nga drejtimet kryesore të saj. Bari në qytet, sidomos në varezat e Vlorës, ka arritur deri në 2 metra lartësi, duke u kthyer në rrezik real për qytetarët për shkak të pranisë së mundshme të gjarpërinjve. Rrugët e trotuarit janë të amortizuara dhe nuk mirëmbahen. Kjo situatë ngre një sër pyetjesh të drejtë për drejta. Ku shkojnë fondet që paguhen nga taksat e qytetarëve? Sa punonjës ka kjo ndërmarrje dhe ku janë ata? Pse nuk shihen në teren duke kryer detyrat për të cilat paguhen? Është e domosdoshme që drejtuesit e ndërmarrjes së shërbimeve publike të dalin publikisht dhe të japin llogari për këtë situatë. Transparenca mbi numrin e punonjësve, detyrat e tyre dhe mënyrën e shpenzimit të fondeve është minimale e asaj që qytetarët meritojnë. Kur bëhet fjalë për miliona euro në vit të destinuara për shërbime publike, mungesa e rezultateve konkrete është e pajustifikueshme. Në fund mbetet një pyetje thelbësore: çfarë pune kryen realisht kjo ndërmarrje? Sepse në qytet, përtej deklaratave, puna publike pothuajse nuk shihet.